Pas që kishte shumë personazhe që kishin ndihmuar, sidomos dhe mediatike, që kishin ndihmuar Donald Trump gjatë fushatës tyre, të cilët dhe ata ishin në bursë, dhe kishin filluar të humbisnin miliona dollarë në bursë, dhe vetëm kaq po kishin filluar shprehnin pak kënaqësinë e tyre qarta, si thua, në rrjetet sociale, po dhe në kanalet e tyre mediatike, dhe kur një person që ka, le të themi, 60 milion shikues shpreh pak kënaqësitë, kjo është diçka që duhet fillohet me parasysh në këtë rast. Pra ishin disa gjëra mbi të gjitha rënja bursë, e cila e detyroi Donald Trump të vendoste pezullimin, sepse rënja bursë krijoi një panik shumë të madh, humbje shumë e madhe në atë moment. Qartë. Dhe ishte detyruar si familje të pranonte këtë lloj. Duke marrë parasysh rënien e bursës, për cilën ti thua se është shkaktari kryesor i kësaj tërheqje apo kësaj periudhe pauze, s'do të ketë fare tarifa për BE-n apo do të jenë të reduktuara? Tarifat për momentin janë vetëm 10%. Për të gjitha shtetet, me përjashtim të Kinës. Pra, gjithë tjerat janë 10%, që ishte për Shqipërinë, që ishte 10%, që kjo janë për të gjitha. Dhe më pas do të kemi pas 90 ditë, supozot të ketë një lloj rishikimi të këtyre tarifave. Ka një paqartësi në përgjithësi me tarife, sepse për shembull tarifat 25% për makinat mbeten në fuqi. Pra nuk bën 10%. Pra është një kaos në tërësi që po e shohim që dhe ata që merren me tregtinë në Shtetet Bashkuara po shohin që po i dëmtonin jashtëzakonisht shumë diçka e tillë. Dhe një pjesë e madhe atyre që po dëmtoheshin njerëz që kishin votuar për Donald Trump. Dhe siç duket mesazhet tyre ka përfunduar në Shtëpinë e Bardhë që kjo politikë është duke dëmtuar njerëzit që kanë sjellë në pushtet në fund. Kështu që për momentin është 10% i tarifave, që është për gjithë shtetet përveç Kinës, por për makinat do të ketë 25% shtesë, që shumica makinave në Shtetet Bashkuara në fakt për momentin vijnë nga Bashkimi Evropian, janë makina gjermane, franceze dhe italiane. Për Kinën vazhdon tarifa siç ishte, ka shkuar në 125% dje në darkë, dhe Kina është realisht ka një logjike në këtë luftë tregtare ndaj Kinës, sepse Kina ka një, le të themi, bizotërim shumë të madh tregtar në gjithë botën që është i paprecedent në histori. Nëse sot bota ka rreth 197 shtete të njohura, 120 prej tyre kanë Kinën si partnerin kryesor tregtar. Pra këtë bizotërim po mundohet të thyej Donald Trump. Këtu ka logjik thash. Logjik nuk ka nga ana tjetër të bësh luftë tregtare me aleatët e tu, mbi të gjitha, sepse ka një lloj nëse dëshiron të thyesh bizotërimin tregtar të Kinës, këtë bëhe bashkë me aleatët. Pra i vetëm është pak e vështirë ta bëjnë në këtë pikë. Qartë. Ledion, ditën e sotme ka pasur shumë zhvillime me fokus apo me protagonist kryesor Turqinë. Një delegacion ushtarak është takuar, 2 delegacione ushtarake janë takuar në Azerbajxhan, delegacionet të Turqisë edhe të Izraelit për të diskutuar për Sirinë. Nga ana tjetër, Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka pritur në rezidencën e tij qeveritare një përfaqësi të kurdëve. E nisi me takimin e delegacioneve ushtarake të Izraelit edhe Turqisë për Sirinë. Çfarë po ndodh atje? Aktor kryesor, madomendja biem dakord, ka qenë Turqia për gjitha zhvillimet kryesore. Në çpik jemi tani kur ulen së bashku 2 delegacione ushtarake, siç janë ato të Turqisë edhe Izraelit, për të biseduar për të ardhmen e Sirisë. Në fakt ky është një lajm i madh, sepse Turqia dhe Izraeli nuk kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Aq më tepër përpara 2 javësh Erdogani tha që Netanyahu do e çojmë takoj Allahun, tha, së shpejti. Fakti është që Izraeli dhe Turqia janë thuajse afër luftës me njëra tjetrën në Siri. Sepse Turqia ka interesin e vet ta ketë në kontroll Sirinë dhe njerëzit që erdhën në pushtet ishin njerëz të mbështetur nga Turqia. Nga ana tjetër, Izraeli ka nevojë që Siria të mos ketë asnjë ndërhyrje të jashtme në radhë parë. E dyta, Siria të jetë dobët, sepse duke qenë dobët nuk ka kërcënim. Dhe treta është që Izraeli ka marrë në kontroll gjithë hapësirën ajrore të Sirisë. Do thotë që avionet ushtarak Izraelit bëjnë çfarë duan në të gjithë hapësirën ajrore të Sirisë. Dhe nëse do i duhet të godasë Iranin në të ardhmen, do kaloj pikërisht nga hapësira ajrore e Sirisë. Ajo që Turqia dëshiron të bënte është të vendoste baza ushtarake në Turqi. Dhe një prej tyre është një bazë ushtarake që është në mes të Sirisë, quhet afër qytetit Palmirës. Është një bazë e cila nëse vendoseshin sidomos mbrojtja ajrore turke, do thotë Izraeli nuk do kishte më mundësi të bënte çfarë donte në qiell e Rusisë. Nuk do kishte kaq të lehtë të shkonte të godiste Iranin, sepse duhet kalonte mbi Sirinë të kontrolluar tashmë nga Turqia. Dhe gjithë kjo përplasje mes dy palëve ka çuar në pikën që mund të çonte tani në luftë mes palëve. Takohen ka përshtypjen mbi gjitha për të bërë një lloj ndarje në praktik të Sirisë. Pra në kuptimin që unë marr këtë pjesë, ti merr pjesën tjetër. Pra Turqia me shumë mundësi do ketë kontrollin de facto të pjesës veriore të Sirisë, nëse Izraeli do ketë kontrollin de facto të pjesës jugore të Sirisë. Gjë që Izraeli tashmë ka. Për shembull, Izraeli ka bërë thirrje ushtrisë tanishme që është në këmbë të Sirisë, aq sa është ajo në këmbë, që poshtë Damaskut për shembull nuk duhet kaloj.
80 kilometra nga kufiri me Izraeli nuk duhet të afrohet. Pra do thotë që gjithë zonën poshtë Damaskut, jugun e Sirisë, ka de facto në kontroll Izraeli. Pra Izraeli praktikisht dëshon që të ketë këtë zonë në kontroll dhe paktën gjysmën e Sirisë në kontroll. Dhe tjetra është fakti që Siria të mos bëhet më kërcënim për Izraelin mes palëve. Qoftë më parë ishte Irani që ishte i futur në Siri, qoftë tani që mund të jetë Turqia futur në Siri. Pra ideja është që dy palët bëjnë një lloj ndarje në praktik të Sirisë. Pra kjo është zona ime, kjo është zona jote dhe të mos përplasim me njëri tjetrin. Kurdët në presidencën e Recep Tayyip Erdogan? Ka një gjë që ka ndryshuar deri diku politika ndaj kurdëve muajt e fundit, sepse Erdogan kam përshtypjen që ka parë që dhe Izraeli dhe amerikanët vazhdojnë të kenë mbështetjen e tyre ndaj